Rregullohet marrëdhënia midis Jozit dhe Loredanës, po zihen rrjeti ja çfarë dëshmon ky fakt. Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania, raporti më i komentuar i dashurisë ishte midis Jozit dhe Loredanës, edhe pse shumë kush e quajti një dashuri toksike, teksa dyshja ndashin e pajtoheshin shpesh, duket se një gjë ishte e vërtetë, simpatia midis shiftit. Dyshja lanë një raport të pambyllur duke lënë ndjekësit të përcjellin çdo veprim të tyre pas daljes nga shtëpia. Ishte Loredana e cila u shokua nga incidenti në gjysmëfinale ku Jozi goditi me shpull gjestin, teksa me të dalë ajo u shpreh. Jozi pasi doli ishte veti tronditur, më tha të shkoja në studio dhe të qetësohesha, që për asnjë kohe nuk kemi pasur shumë kontakte me njëri tjetrin. Pasi dolin nga izolimi në paraburgim, kemi shkëmbyer disa biseda të shkurtra, po për të bërë një vendosje përfundimtare të situatës, dëshiroj që ta kemi edhe një takim, shprehi Loredana, teksa po priste takimin përfundimtar sipas saj për të shkëmbyer disa fjalë ballë për ballë. Por duket se fansat e afërm të dyshet sapo kanë zbuluar pak orë më parë se takimi mund të ketë shkuar për mirë, ndryshe nga ç'është shpritur që të shkojë në ndarje. Nga Instagrami i Jozit dhe Loredanës janë rikthyer në rrjetet sociale momentet më të bukura me njëri tjetrin, e madje duke u shoqëruar edhe me zemra të kuqe. Apo tregon kjo se raporti midis tyre është rikthyer dhe vazhdojnë që gjërat midis tyre të jenë në rregull? Kjo nuk dihet. Nuk dihet gjithashtu nëse ka realizuar ky takim i shumë pritur dhe kanë vendosur t'i japin një shans njëri tjetrit. Kjo pasi edhe Loredana në asnjë shans nuk e ka hedhur Jozin poshtë, e madje shparet edhe me unazën e fejesës, teksa shprehur nuk do e heq këtë unazë asnjëherë derisa të mbështetërohen ndjenjat. Ishin deklaratat e forta të Loredanës që duket që i kanë pëlqyer edhe Jozit.